Janë zbardhur detaje nga dosja hetimore për vrasjen e policit Enea Mekolli dhe plagosjen e policit tjetër Edison Adri gjatë një operacioni për kapjen e një personi në kërkim në Lozhan të Korçës. Në dosja hetimore është zbardhur dhe dëshmia e Vilson Balas, drejtorit të policisë së Korçës, i cili ka treguar se si është organizuar operacioni për kapjen e Violant Baçellarit. Sipas dëshmisë së Balas, gjithçka nisi rreth orës 20:00 të mbrëmjes së parangjarjes, kur u kontaktua në telefon nga shefi i komisariatit të Maliqit, Komisar Eduard Allushi. Ky i fundit e vuri në dieni se shtetasi Aleksandër Kola, i cili kishte punuar si çoban për Violant Baçellarin, ishte kanosur marrëmzjarri nga ky i fundit pasi i kishte kërkuar pagesën për punën e tij. Për shkak të terrenit të vështirë, policia u nda në dy grupe. Në një rrugë malore, dy nga automjetet e policisë pësuan defekt dhe e patën të pamundur të vazhdonin. Një mjet i mbetur u detyrua të bënte dy rrugë për të transportuar efektivët me pjesë deri 2 deri në 3 kilometra larg vendit të kontrollit. Por pa arritur tek pjesa tjetër e grupit dhe ky mjet i fundit u prish duke i detyruar drejtuesit e lartë të policisë dhe efektivët të ecnin në këmbë. Pasi dy pjesët e grupit të dytë u bashkuan në këmbë, drejtuesit po jepnin instruktazhin e fundit për të bllokuar rrugët e mundshme të arratisjes së autorit drejt pyllit. Në momentin që drejtori Bala po merrte një telefonat nga zëvendës drejtori i tij për të koordinuar situatën, nga një distancë prej rreth 400-500 metrash nga stani, u dëgjuan mbëshëri të shtëna automatiku. Efektivët u nisën me vrap në drejtim të stanit për kur mboritën në vendngjarje, gjetën trupin e pajet të efektivit Enea Mekolli dhe të plagosur rënd kolegun e tij. I pyetur nga hetuesit nëse duhej kërkuar ndihma e repartit special Renea për shkak të rrezikshmërisë së autorit, drejtori Vilson Bala u shpreh: Violant Baçellari ishte i dënuar për vepra penale në fushën e narkotikëve dhe jo për vepra kundër personit. Në analizën e kontrolleve të mëparshme, ai kur nuk ishte përdorur armëzjarri kundër policisë. Nuk ka një procedurë standarde fikse që normon në mënyrë të prerëse kur duhet njoftuar domosdoshmërisht reparti Renea. Strukturat e DVP Korçë morën masat maksimale. Të gjithë punonjësit pjesëmarrës ishin të arsimuar dhe trajnuar për kapjen e personave në kërkim, ndërsa vuri në dukje karrierën e tij të gjatë ku ka kryer 10 operacione të suksesshme pa ndihmën e forcave speciale.